Përshëndetje, uroj të jeni mirë. Sot duhet flisja për zgjimin e shpirtit ose të vetes tuaj. Së vërtet, sido që ta quani ju, frymës tuaj, ajo që ne jemi në të vërtetë. Por çfarë do të thotë të zgjohet shpirti juaj dhe që të kuptojmë mënyrën apo shenjat brenda nesh që na bëjnë të tërhiqet vëmendja jonë për atë se çka po ndodh, për ndryshimin se çka po ndodh brenda nesh. Zgjimi i shpirtit mund të vijë në mënyra të ndryshme, sipas gjendjes së çdo kujt prej nesh. E zgjedh shpirti jon se si duhet të vijë apo duhet të zgjoj atë gjë që është më së shumti më e nevojshme për tu punuar me të. Por më e shpeshta dhe më e përgjithshme është zgjimi i shpirtit ton nëpërmjet trupit ton. Çfarë do të thotë të zgjohesh nëpërmjet trupit tënd? Si fillim, zgjimi fillon nga brenda dhe jo nga jashtë. Çfarë do të thotë të zgjohesh nga brenda? Të zgjohesh nga brenda është të zgjohesh nëpërmjet dhimbjeve të trupit. Dikush mund të thotë, po unë kam dhimbje trupi për ditë. Dhe çdo moshë mund ta thotë atë, por ato janë dhimbje sipërfaqësore, por zgjimi i vërtet është me zgjim të dhimbjeve të forta, bllokime të thella, që kur shpirti jon fillon të lëviz, këto bllokime, këto dhimbje të forta tentojnë të dalin në sipërfaqe, që është trupi jon. Këto dhimbje gjatë zgjimit të thellë fillohen dhe bëhen më të shpeshta, më të gjata në kohë, derisa ne të na tërhiqet vëmendja brenda vetes sonë që duhet të bëjmë diçka për të punuar me to. Normalisht në fillim nuk do kuptosh gjë, do shkosh nëpër mjek, do shkosh nëpër ilaçe, por nuk do kesh zgjidhje. E vetmja zgjidhje është vetëdijsimi i brendshëm, energjia jote e brendshme, që
ti të futesh, të qëndrosh aty, sa më gjatë, sa më thellë, që energjia e shpirtit tënd të hyjë si rrezet e diellit, duke i pastruar gradualisht këto bllokime. Duke pastruar gradualisht të bllokime, ne gradualisht rrisim praninë e shpirtit tonë brenda nesh, ose të tashmen brenda nesh, duke u bërë më shumë i lidhur me veten se sa me mendjen tonë. Si që thash, zgjimi i shpirtit mund të vijë në shumë mënyra, por më thelbësorja dhe më e shpeshta që ndodh në shumë njerëz është nëpërmjet dhimbjeve të trupit. Duke krijuar vetëdijsim të brendshëm dhe duke qenë dhe bërë i vetëdijshëm që je i vetëdijshëm brenda vetes, ne automatikisht do kemi dëshirën dhe nevojën për të shkuar dhe qëndruar sa më shumë brenda vetes, duke punuar me dhimbjet dhe shqetësimet që e brendshmja jonë sjell nëpërmjet trupit tonë për pastrim dhe vetëdijsim të brendshëm. Kjo ishte pak a shumë për të dhënë disa detaje rreth mënyrës më të shpeshtë të zgjimit të vetes sonë së brendshme. Le të mësojmë sa më shumë rreth njohjes dhe vetëpastrimit të brendshëm. Ju faleminderit që jeni me mua, më ndiqni për më shumë rreth vetënjohjes dhe pastrimit të brendshëm. Faleminderit.